Në mëngjesin e 16 prillit të vitit 1939, në sallën më madhështore të Pallatit Quirinale në Rom, një burr i moshuar shqiptar u përkul thellë para mbretit të Italisë. Në duart e tij dridheshin një jastëk i kuq kadifeje dhe mbi të një kuror. Jo çdo kuror. Kurora e Skënderbeut. Ose më sakt, një kopje e stilizuar e saj, por simbolika ishte e njëjtë, sovraniteti i një kombi po kalonte nga duar në duar si një dhuratë dasme. Burri që e mbante atë jastëk quhej Shefqet Vërlaci dhe ai ishte sapo bërë kryeministri i parë i Shqipërisë së pushtuar. Por çfarë premtoi ai në këmbim? Çfarë u shkrua në ato dhoma të mbyllura, ku vetëm era e duhanit italian dhe tingujt e bisedave të ulta mund të dëshmonin? Ekziston një shifër që ka ndjekur këtë ngjarje si një hije, 400.000 hektar. 400.000 hektar toka më pjellore të Shqipërisë, që Vërlaci dhe miqtë e tij Bejler donin t'i mbronin me çdo kusht. Dhe sipas dëshmitarëve që ishin atje, në ato dhoma luksoze të Romës, Benito Mussolini u dha atyre saktësisht atë që kërkonin, një garanci me shkrim ose me fjalë nderi që asnjë pëllëmb e pronave të tyre nuk do të prekej nga ligjet fashiste. A ishte kjo thjesht një marrëveshje politike, apo një transakcion biznesi i pastër, ku çmimi ishte një vend i tërë? Për ta kuptuar se çfarë ndodhi vërtet në atë dhomë, duhet të kthehemi 9 ditë më parë. Në 7 prill të vitit 1939, në orët e para të mëngjesit, trupat italiane zbarkuan në portet shqiptare. Durrësi, porti kryesor, u bë teatri i vetëm i rezistencës së vërtetë. Një oficer i ri, Mujo Ulqinaku, mblodhi një grusht marinarësh dhe civilësh të armatosur dhe u përpoq të mbajë brigjet. Por çfarë mund të bënin disa dhjetëra burra me pushkë të vjetra kundër një flote të tërë luftarake? Gjaku i tyre u derdh mbi kaldrëmet e portit, ndërsa anijat italiane vazhdonin të zbrazin trupa ushtarësh. Në Tiranë, mbreti Zog, njeriu që kishte sunduar Shqipërinë për 16 vjet, kuptoi menjëherë se betejë ishte e humbur. Ai mblodhi familjen, një pjesë të thesarit të shtetit, dhe u arratis drejt Greqisë. Disa e quajtën këtë akt trimërie për të shpëtuar dinastinë. Të tjerë e quajtën ikje të turpshme. Por çfarë nuk e dinin shumica ishte se largimi i Zogut nuk ishte vetëm një humbje ushtarake, ishte edhe një shans i artë për armiqtë e tij të brendshëm. Dhe kryesor mes tyre ishte pikërisht Shefqet Vërlaci. Vërlaci nuk ishte thjesht një politikan. Ai ishte njeriu më i pasur në Shqipëri. Çifligari më i madh. Prona të pafundme në Elbasan, në Myzeqe, në rrethinat e Tiranës. Tokat e tij shtrihen sa syri shite dhe mbi to punonin mijëra familje fshatare që jetonin në varfëri absolute. Por pasuria e tij nuk ishte arsyeja e vetme që ai e urrente Zogun. Kishte diçka shumë më personale, shumë më të dhimbshme. Në vitin 1928, Zogu ishte fejuar me vajzën e Vërlacit, Behigjen. Ishte një lidhje që duhej të bashkonte dy familjet më të fuqishme të vendit. Por Zogu e prishi fejesën. Ai zgjodhi të martohej me një grua të huaj, me Geraldinën, një aristokrate hungareze amerikane. Për Vërlacin, kjo nuk ishte thjesht një zhgënjim, ishte një thyrje për gjatë. Sipas kanonit, ligji i pashkruar që qeveriste nderin në Shqipërinë Veriore, kjo ishte një shenjë lufte. Dhe Vërlaci nuk e harroi kurrë. Ai priti. Priti me durim të ftohtë, duke ditur se një ditë do të vinte shansi i tij për hakmarrje. Dhe në 7 prill të vitit 1939, ai shans erdhi. Por Vërlaci nuk ishte i vetëm në urrëtitjen e tij ndaj Zogut. Ai përfaqësonte një klasë të tërë, bejlerët, latifondistët, njerëzit që kishin mbajtur pushtetin ekonomik në Shqipëri për shekuj. Dhe këta njerëz kishin një frikë të madhe, reformën agrare. Fashizmi italian, pavarësisht retorikës së tij nacionaliste, kishte bërë reforma agrare në Itali. Kishte shpronësuar latifondistët dhe kishte shpërndar tokat tek fshatarët. Çfarë do të ndodhte nëse Italia vendoste të bënte të njëjtën gjë në Shqipëri? Çfarë do të ndodhte nëse tokat e tyre kolosale, ato 400.000 hektarë që përfaqësonin gjithë pasurinë e tyre, do të merreshin dhe jepeshin tek ata që i punonin? Kjo ishte frika që i mbante zgjuar natën. Dhe kjo ishte arsyeja pse ata ishin të gatshëm të bënin çdo gjë, madje edhe të shisnin sovranitetin e vendit të tyre, për të mbrojtur ato toka. Në 12 prill, vetëm 5 ditë pas pushtimit, u mblodh në Tiranë ajo që u quajt Asambleja Kushtetuese. Por kjo nuk ishte asnjë asamble e vërtetë. Ishte një teatër i organizuar nga italianët.
Salla ishte plot me njerëz të zgjedhur me kujdes, bejler, tregtar që kishin lidhje me Italinë, intelektual oportunistë që shihnin në pushtim një mundësi për karrierë. Dhe në krye të kësaj asambleje qëndronte Shefqet Vërlaci. Ai u zgjodh kryeministër. Votimi ishte unanim, sepse askush nuk guxonte të ngrihet kundër. Dhe pastaj, asambleja votoi diçka që do të mbetej si një njollë e zezë në historinë shqiptare, bashkimin personal të Shqipërisë me Italinë. Në terma praktik, kjo do të thoshte se Shqipëria nuk ishte më një shtet i pavarur. Ishte një protektorat italian. Kurora kalonte tek Viktor Emanueli III, mbreti i Italisë. Dhe Vërlaci, njeriu që e dorëzoi atë kuror, do të shpërblehej bujarisht. Në 14 prill, një delegacion i gjerë shqiptar, rreth 40 persona, u nis drejt Romës me një avion special italian. Kjo nuk ishte një delegacion i thjesht diplomatik. Ishte një paradë fituese. Italianët donin ta shfaqnin këtë si një akt vullnetar, si një bashkim të lumtur mes dy kombeve. Dhe delegatët shqiptar, Vërlaci dhe miqtë e tij, ishin të lumtur të luanin këtë rol. Ata u akomoduan në hotelet më luksoze të Romës, kryesisht në Grand Hotel, një ndërtesë madhështore me tavanet e larta, me shampanjë franceze dhe me shërbim prej 5 yje. Faturat u paguan nga Ministria e Jashtme italiane. Ndërsa në Durrës gjaku i marinarëve dhe civilëve shqiptar ishte ende i freskët në rrugë, delegacioni i Vërlacit pinte verë të kuqe në sallat e mërmerta të Romës. Ky kontrast, kjo distancë morale mes atyre që vdisnin dhe atyre që festonin, është diçka që duhet mbajtur mend. Sepse ai tregon saktësisht se çfarë lloj njerëzish ishin këta. Në 16 prill, erdhi momenti kryesor. Delegacioni u çua në pallatin Quirinale, rezidencën zyrtare të mbretit të Italisë. Salla ishte e mbushur me zyrtar italian, me gazetar, me kamera të Istituto Luce, agjencisë propagandistike fashiste që filmonte çdo ngjarje të rëndësishme. Vërlaci hyri në sallë duke mbajtur jastëkun e kuq kadifeje. Mbi të, kurora. Ai ecte ngadalë, me hapa të matur, duke u përpjekur të dukej dinitos. Por çfarë ndjente ai në atë moment? A ndjente turp? A ndjente krenari? Apo thjesht lehtësim, duke ditur se tokat e tij ishin të sigurta? Ai u përkul thellë para Viktor Emanuelit III, një burr të shkurtër me mustaqe të hollë, i cili e mori kurorën pa asnjë emocion të dukshëm. Për italianët, kjo ishte thjesht një tjetër koloni. Por për shqiptarët që shikonin, ata pak që ishin të ndërgjegjshëm për atë që po ndodhte, kjo ishte poshtërimi suprem i kombit. Pas ceremonisë zyrtare, filluan takimet e vërteta. Takimet e mbyllura. Ato që nuk u filmuan, që nuk u raportuan në gazeta, por që përcaktuan të ardhmen e Shqipërisë për vitet në vijim. Vërlaci u takua me Benito Mussolinin në Palazzo Venezia, rezidencën dhe zyrën e Il Duce. Mussolini ishte një burr i shkurtër, por me një prezencë të fuqishme. Ai fliste me zë të lartë, me gjeste dramatike, duke u përpjekur të impresiononte çdo njeri që hynte në zyrën e tij. Por Vërlaci nuk shkoi atje për t'u impresionuar. Ai shkoi atje për të negociuar. Dhe ajo që ai kërkoi ishte e thjeshtë, një garanci që status quo e pronësisë në Shqipëri nuk do të prekej nga ligjet fashiste. Me fjalë të tjera, ai donte një premtim se tokat e tij dhe tokat e miqve të tij bejler do të mbeteshin të paprekura. Mussolini, i cili donte qetësi në koloninë e re, nuk kishte arsye për të refuzuar. Ai i dha Vërlacit saktësisht atë që kërkonte. Por a ekzistoi një dokument i shkruar? Kjo është pyetja që ka munduar historianët për dekada. Disa thonë se po, se ekziston një marrëveshje sekrete e firmosur nga Mussolini dhe Vërlaci që garantonte mbrojtjen e 400.000 hektarëve. Të tjerë thonë se jo, se ishte thjesht një marrëveshje gentlemanësh, një premtim me gojë që u respektua rigorozisht. Çfarë e dim me siguri është kjo, gjatë gjithë periudhës së pushtimit italian, nga viti 1939 deri në vitin 1943, asnjë pëllëm tokë e Vërlacit nuk u prej. Asnjë reformë agrare nuk u zbatua. Fshatarët vazhduan të punonin në kushte skllavërie, ndërsa bejlerët vazhduan të grumbullonin pasuri. Dhe kjo nuk ishte një rastësi. Ishte rezultat i një pakti të qartë, të negociuar në ato dhoma të mbyllura të Romës. Në takimet e mëvonshme, Vërlaci u takua edhe me Galeazzo Ciano, ministrin e jashtëm italian dhe dhëndrin e Mussolinit. Ciano ishte një burr i ri, elegant, me një cinizëm të ftohtë që e bënte atë të rrezikshëm.
Ai mbante një ditar personal ku shënonte çdo detaj të takimeve të tij. Dhe në atë ditar, ai shkroi diçka shumë interesante për delegatët shqiptar. Ai I përshkroi ata si njerëz që mendojnë vetëm për xhepin e tyre. Ai shkroi se ishin lehtësisht të blershëm, se nuk kishin asnjë ndjenjë patriotike, se e vetmja gjë që I interesonte ishte mbrojtja e pasurive të tyre. Dhe ai kishte të drejtë. Sepse kjo ishte saktësisht ajo që po ndodhte. Vërlaci dhe miqtë e tij nuk po shisnin Shqipërinë për ideologji, as për dashurinë ndaj Italisë. Ata po e shisnin për toka. Për 400.000 hektar. Por kush tjetër ishte në atë dhomë? Kush tjetër dëgjoi ato biseda? Një nga personazhet më interesant të kësaj historie është Francesco Jacomoni, I cili u bë mëkëmbësi I mbretit italian në Shqipëri. Jacomoni ishte një diplomat me përvojë, një njeri që e njihte mirë Ballkanin dhe që kishte negociuar drejt për drejt me Vërlacin para dhe pas 7 prillit. Ai ishte garanti I pasurive të Vërlacit në terren. Ai ishte njeriu që sigurohej që premtimet e bëra në Rom të zbatoheshin në Tiranë. Dhe sipas dëshmive të mëvonshme, Jacomoni kishte një listë të plotë të pronave që duhej të mbronin, një listë që përfshinte jo vetëm tokat e Vërlacit, por edhe ato të 10 abejlerëve të tjerë që kishin mbështetur pushtimin. Kjo listë ishte një dokument I fshehtë, I ruajtur në arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane, dhe ai përcaktonte saktësisht se cilat familje do të mbronin dhe cilat do të sakrifikoheshin. Kur Vërlaci u kthye në Tiranë, ai u prit si një hero nga mbështetësit e tij. Qeveria e tij mori menjëherë një hua masive nga Italia, miliona lira, që në atë kohë ishin një shumë kolosale. Një pjesë e madhe e këtyre parave shkoi për të dëmshpërblyer humbjet e bejlerëve gjatë trazirave të prillit. Me fjalë të tjera, ata që kishin humbur diçka gjatë pushtimit, qoftë edhe vetëm dinjitetin, u shpërblyen me para italiane. Ishte një sistem I përsosur korrupsioni, ku çdo njeri që bashkëpunonte me pushtuesit shpërblehej, ndërsa ata që rezistonin dëshkoheshin. Dhe në krye të këtij sistemi qëndronte Vërlaci, njeriu që kishte shitur kurorën për të mbrojtur tokat e tij. Por çfarë mendonin shqiptarët e zakonshëm për të gjithë këtë? Shumica nuk e dinin ende të vërtetën e plotë. Ata shihnin vetëm sipërfaqen, një qeveri të re, flamu italian në çdo ndërtesë publike, ushtar të huaj në rrugët e tyre. Disa besonin propagandën fashiste që thoshte se Italia po vinte për të modernizuar Shqipërinë, për të ndërtuar rrugë dhe shkolla. Të tjerë e kuptonin që nga fillimi se kjo ishte një pushtim, jo një bashkim. Por askush nuk e dinte ende se çfarë kishte premtuar Vërlaci në Rom. Askush nuk e dinte për 400.000 hektarët. Kjo e vërtet do të dilte në shesh vetëm vite më vonë, kur arkivat do të hapeshin dhe dëshmitarët do të flisnin. Por në atë moment, në pranverën e vitit 1939, e vetmja gjë që njerëzit e zakonshëm mund të shihnin ishte se vendi I tyre kishte humbur pavarësinë. Dhe njeriu që e kishte dorëzuar atë pavarësi po jetonte në luks, I mbrojtur nga ushtria italiane. A kishte Vërlaci ndonjë pendim? A e mbante zgjuar ndonjëherë natën mendimi se ai kishte tradhtuar kombin e tij? Nuk e dim. Ai nuk la kurgjë me shkrim që të tregonte ndjenjat e tij të vërteta. Por ajo që e dim është se ai vazhdoi të jetojë si një mbret I vogël në Shqipërinë e pushtuar. Ai vazhdoi të grumbullonte pasuri, të organizonte festa, të udhëtonte mes Tiranës dhe Romës si një mik I ngushtë I regjimit fashist. Dhe çdo herë që dikush e pyeste për atë që kishte bërë, ai përsëriste të njëjtën linjë, se Zogu kishte qenë një tiran I korruptuar, se Italia po sillte progres, se Shqipëria ishte më e mirë në mbrojtjen e Romës. Por a e besonte ai vërtet këtë? Apo ishte thjesht një justifikim që ja kishte thënë vetes aq shumë herë sa kishte filluar ta besonte? Dhe çfarë ndodhi me ata që e kundërshtuan? Çfarë ndodhi me ata pak shqiptarë që guxuan të flasin kundër Vërlacit dhe qeverisë së tij Quisling? Disa u arrestuan menjëherë. Të tjerë u detyruan të iknin nga vendi. Dhe disa thjesht zhdukën, u morën natën nga forca të panjohura dhe nuk u pan më kurrë. Kjo ishte realiteti I Shqipërisë në pushtimin italian, një regjim terrori ku çdo zë I kundërshtimit shtypej me dhunë. Dhe në krye të këtij regjimi qëndronte një burr që kishte shitur vendin e tij për toka. Për 400.000 hektar që në fund të fundit nuk do t'i gëzonte dot kurrë plotësisht. Sepse historia ka një ironi të tmerrshme. Pakti I Vërlacit me djallin funksionoi vetëm për 4 vjet. Në vitin 1943, Italia kapitulloi. Gjermanët pushtuan Shqipërinë.
Dhe pastaj, në vitin 1945, erdhën komunistët. Dhe komunistët nuk kishin asnjë respekt për marrëveshjet e vjetra, për premtimet e bëra në Rom, për garancitë që Mussolini i kishte dhënë Vërlacit. Ata morën gjithçka. Çdo pëllëm tokë, çdo ndërtesë, çdo pasuri. Vërlaci u detyrua të ikte nga Shqipëria. Ai arriti në Zvicër, ku jetoi vitet e fundit të jetës së tij në një apartament të vogël, i vetmuar, i harruar nga historia. Ai vdiq në vitin 1946, pa asnjë nga ato toka për të cilat kishte shitur vendin e tij. Dhe sot, kur ecim nëpër fushat e Myzeqes, nëpër kodrat e Elbasanit, askush nuk kujton emrin e tij. Askush nuk kujton se ai ishte dikur njeriu më i pasur i Shqipërisë. E vetmja gjë që mbetet është një pyetje: a ja vlente? Në arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane, të fshehura në një dosje me vulë të kuqe dhe kodin Albania, riservato personale, ekziston një listë emrash. 38 familje. 38 mbiemra që përfaqësonin elitën toksore të Shqipërisë. Pranë çdo emri, një shifër, hektar. Dhe në fund të listës, një shënim me shkrim dore nga Francesco Iacomoni. Këto prona janë të paprekshme. Urdhër direkt nga Il Duce. Kjo listë nuk ishte thjesht një dokument administrativ. Ishte një kontratë e gjakut. Ishte prova e shkruar se pushtimi i Shqipërisë nuk ishte vetëm një operacion ushtarak, ishte një transakcion biznesi mes një diktaturi fashiste dhe një grupi njerëzish që ishin të gatshëm të shisnin çdo gjë për të mbrojtur pasurinë e tyre. Por kush e pa këtë listë? Kush e dinte se ekzistonte? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me ata që nuk ishin në të? Një nga njerëzit që e pa atë listë ishte një diplomat italian i ulët, një sekretar i ri që punonte në zyrën e Iacomoni në Tiranë. Emri i tij ishte Giulio Berti dhe ai mbante një ditar personal, jo zyrtarisht, por si një mënyrë për të ruajtur shëndetin mendor në mes të kaosit të pushtimit. Në shënimet e tij, të shkruara me një shkrim të vogël dhe të shpejt, ai përshkruan një skenë që ndodhi në fund të prillit të vitit 1939. Iacomoni kishte thirrur në zyrë një bej shqiptar, një njeri i moshuar me mjekër të bardhë dhe duar që dridheshin. Ky bej nuk ishte në listë. Ai kishte ardhur për të kërkuar mbrojtje për tokat e tij, por Iacomoni e kishte refuzuar me një ftohtësi që kishte lënë Bertin të shokuar. Ju nuk keni kontribuar, kishte thënë Iacomoni. Ju nuk ishit në Rom. Pse duhet t'ju mbrojmë ne? Beji kishte dalë nga zyra duke qarë. Dhe brenda 3 muajve, tokat e tij ishin konfiskuar, jo nga italianët, por nga bejler të tjerë shqiptar që ishin në listë. Kjo ishte e vërteta e fshehur e pushtimit, nuk ishin vetëm italianët që po grabisnin Shqipërinë. Ishin edhe shqiptarët vetë, duke përdorur pushtimin si një mbulesë për të shkatëruar rivalet e tyre. Por si funksiononte kjo në praktikë? Si siguroheshin italianët që premtimet e bëra në Rom do të zbatoheshin në terren? Përgjigjja qëndron në një sistem të fshehtë që Iacomoni kishte krijuar, një rrjet informatorësh dhe agjentësh që monitoronin çdo lëvizje të qeverisë Quisling të Vërlacit. Çdo vendim që merrte Vërlaci, çdo ligj që propozonte, çdo emërim që bënte, duhej të kalonte nëpër Iacomoni. Dhe nëse diçka kërcënonte interesat e atyre 38 familjeve, Iacomoni e bllokonte menjëherë. Kishte raste kur Vërlaci vetë, njeriu që kishte dorëzuar kurorën, përpiqej të bënte reforma të vogla, të kufizuara, për të qetësuar pakënaqësinë në fshatrat shqiptare. Por çdo herë, Iacomoni e ndalonte. Ju nuk jeni këtu për të bërë reformë, i kishte thënë ai Vërlacit në një takim të mbyllur. Ju jeni këtu për të mbajtur qetësinë. Dhe qetësia do të thotë që gjithçka mbetet ashtu siç është. Vërlaci kishte pranuar. Sepse ai e dinte se fuqia e tij vinte nga Italia dhe nëse Italia e hiqte mbështetjen, ai nuk ishte asgjë. Por çfarë mendonin ata që punonin në ato toka? Çfarë mendonin fshatarët që shikonin bejleret e tyre duke u pasuruar edhe më shumë nën pushtimin italian, ndërsa vetë ata vazhdonin të jetonin në varfëri absolute? Ekziston një dëshmi e rrallë, një letër e shkruar nga një fshetar anonim dhe e dërguar në një gazetë të emigracionit shqiptar në Stamboll. Letra nuk u botua kurrë, por një kopje e saj u ruajt në arkivat e gazetës. Në të, fshatari shkruante: ne menduam se italianët do të na çlironin nga bejlerët. Por ata erdhën për t'i mbrojtur bejlerët. Tani kemi 2 zotërinj, njërin shqiptar dhe tjetrin italian. Dhe të dy na trajtojnë si kafshë.
Kjo letër, e shkruar me një shkrim të pasigurt dhe plot gabime drejtshkrimore, tregon një të vërtetë që propaganda fashiste përpiqej ta fshite. Pushtimi nuk solli asnjë ndryshim për njerëzit e zakonshëm. Përkundrazi, ai e bëri jetën e tyre edhe më të vështirë. Dhe çfarë ndodhi me ata pak intelektual shqiptar që guxuan të flasin kundër kësaj? Një nga figurat më tragjike të kësaj periudhe ishte një mësues i ri nga Korça, i quajtur Petro Nini Luarasi. Ai kishte shkruar një ese të shkurtër, të titulluar Çmimi i heshtjes, ku kritikonte haptazi qeverinë e Vërlacit dhe marrëveshjet sekrete me Italinë. Eseja nuk u botua kur zyrtarisht, por u shpërnda në kopje të shkruara me dorë mes studentëve dhe intelektualëve. Brenda një jave, Luarasi u arrestua. Ai u akuzua për propagandë antistetërore dhe u dënua me 5 vjet burg. Por ai nuk arriti kur në burg. Në rrugën drejt burgut, makina që e transportonte u përfshi në një aksident. Luarasi vdiq në vend. Trupi i tij u kthye tek familja në një arkivol të mbyllur me urdhër që të mos hapej. Familja e tij nuk guxoi të protestonte. Ata e varrosën në heshtje, duke ditur se çdo fjalë kundër autoriteteve do të sillte të njëjtin fat. Kjo ishte mesazhi që regjimi donte të dërgonte: heshtja është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Por jo të gjithë heshtën. Në male, larg syrit të qeverisë Quisling dhe forcave italiane, filluan të formohen grupet e para të rezistencës. Ishin grupe të vogla, të paorganizuara, kryesisht të përbëra nga burra të rinj që kishin humbur gjithçka gjatë pushtimit. Disa kishin humbur familjar në luftimet e prillit. Të tjerë kishin parë tokat e tyre të konfiskuara nga bejlerët që bashkëpunonin me italianët. Dhe të gjithë kishin një gjë të përbashkët, një urrëtie të thellë ndaj Vërlacit dhe gjithçkaje që ai përfaqësonte. Këta njerëz nuk kishin ende një ideologji të qartë, disa ishin nacionalistë, të tjerë monarkistë, disa thjesht dëshironin hakmarrje. Por ata kishin një qëllim të përbashkët, të luftonin kundër pushtimit. Dhe në vitet në vijim, këta grupe të vegjël do të rriteshin, do të bashkoheshin dhe do të bëheshin forca që në fund do të çlironin Shqipërinë. Por në vitin 1939, ata ishin ende vetëm hije në male, një kërcënim i largët që Vërlaci dhe italianët nuk e merrnin seriozisht. Ndërkohë, në Tiranë, jeta e Vërlacit vazhdonte në një luks që kontrastonte me vuajtjet e popullit. Ai jetonte në një vilë të madhe në qendër të qytetit, të rrethuar nga kopshte dhe mure të larta. Çdo mëngjes, ai zgjohej në orën 8, pinte kafe turke të përgatitur nga shërbëtorët e tij dhe lexonte gazetat italiane që i sillnin me avion nga Roma. Ai merrte vizita të shpeshta nga Jacomoni, me të cilin diskutonte çështje administrative, por kur politik të vërtet, sepse politika vendosej në Rom, jo në Tiranë. Pasdite, ai shëtiste nëpër qytet me një makinë të zezë të shoqëruar nga roja italiane, duke u përpjekur të dukej si një lider i respektuar. Por njerëzit që e shihnin nuk e përshëndesnin. Ata largonin syt. Disa pështynin në tokë pasi kalonte. Dhe Vërlaci e dinte këtë. Ai e dinte se ishte i urryer. Por ai kishte zgjedhur të jetonte me këtë urrëtie, sepse alternativa, humbja e gjithçkaje, ishte e papranueshme për të. Por a kishte momente kur ai dyshonte? A kishte net kur nuk mund të flinte, kur mendonte për ata që kishin vdekur në Durrës, për ata që ishin arrestuar, për ata që jetonin në varfëri ndërsa ai grumbullonte pasuri. Një shërbëtor i tij, i cili më vonë iku nga Shqipëria dhe dha një intervistë të rrallë në vitet 50, tregoi një detaj të vogël por të rëndësishëm. Ai tha se Vërlaci pinte shumë, jo në publik, por natën, kur ishte vetëm në zyrën e tij. Ai pinte raki shqiptare, shishe të tëra, derisa binte në gjumë në koltukun e tij. Dhe ndonjëherë, kur ishte i dehur, ai fliste me veten. Shërbëtori nuk mund të dëgjonte gjithçka, por ai kujtonte një frazë që Vërlaci e përsëriste shpesh: nuk kishte zgjidhje tjetër. Nuk kishte zgjidhje tjetër. A ishte kjo një justifikim? Apo një lutje për falje? Nuk e dim. Por ajo që e dim është se Vërlaci jetonte me një barë që asnjë sasi parash nuk mund ta lehtësonte. Dhe çfarë ndodhi me familjen e tij? Çfarë mendonin ata për atë që ai kishte bërë? Vajza e tij, Behigje, ajo e njëjta që Zogu kishte refuzuar të martohej, jetonte në një heshtje të plotë. Ajo nuk doli kur në publik pas pushtimit. Ajo nuk dha kur intervista, nuk shkroi kur letra. Ajo thjesht u tërhoq në dhomën e saj në vilën e Vërlacit dhe jetoi si një hije. Disa thonë se ajo e urrente babain e saj për atë që kishte bërë.
Të tjerë thonë se ajo thjesht kishte humbur çdo shpresë, çdo dëshirë për të jetuar në një botë që ishte bërë kaq e errët. Ajo vdiq në vitin 1942, në moshën vetëm 35 vjeç, nga një sëmundje që mjekët nuk arritën ta diagnostikonin. Por ata që e njihnin thonë se ajo vdiq nga trishtimi, një trishtim aq i thellë sa trupi i saj thjesht nuk duroi më. Por ndërsa Vërlaci jetonte në luks dhe trishtim, bota jashtë po ndryshonte me shpejtësi. Lufta e dytë botërore kishte filluar. Gjermania po pushtonte Evropën. Italia po përgatitej për të sulmuar Greqinë. Dhe Shqipëria, ky vend i vogël që Vërlaci kishte shitur për toka, po bëhej një fushë betejë. Ushtarët italian po mbushën çdo qytet, çdo fshat. Ata po ndërtonin rrugë, jo për të ndihmuar shqiptarët, por për të lehtësuar lëvizjen e trupave drejt Greqisë. Ata po hapnin aeroporte, po ngrenin baza ushtarake, po kthyen Shqipërinë në një koloni ushtarake. Dhe Vërlaci, njeriu që kishte premtuar se Italia do të sillte progres, nuk mund të bënte asgjë përveç se të shikonte. Ai kishte shitur vendin e tij, por ai nuk kishte bler asgjë përveç një iluzion sigurie që po shpërbëhej me çdo ditë që kalonte. Dhe pastaj erdhi tetori i vitit 1940. Italia sulmoi Greqinë. Ushtria italiane, e cila duhej të ishte e pasupozuar e pathyeshme, u ndalua në malet e Epirit nga një ushtri greke shumë më e vogël, por infinitisht më e motivuar. Dhe pastaj, diçka e pabesueshme ndodhi, grekët kundërsulmuan. Ata shtyn italianët mbrapsht. Ata hynë në territorin shqiptar. Dhe për herë të parë që nga pushtimi, njerëzit e zakonshëm shqiptar filluan të shpresojnë. Ata filluan të besojnë se ndoshta, vetëm ndoshta, Italia nuk ishte aq e fuqishme sa pretendonte. Ndoshta pushtimi mund të mbaronte. Ndoshta ata mund të ishin të lirë përsëri. Por kjo shpresë ishte e shkurtër. Gjermania erdhi në ndihmë të Italisë. Trupat gjermane pushtuan Greqinë. Dhe Shqipëria u kthye përsëri në një koloni të qetë, të kontrolluar me grusht hekuri. Por diçka kishte ndryshuar. Njerëzit kishin parë dobësinë e Italisë. Ata kishin parë se pushtuesit nuk ishin të pathyeshëm. Dhe kjo njohuri, kjo shpresë e vogël, filloi të përhapej. Në male, grupet e rezistencës u rritën. Në qytete, njerëzit filluan të flasin më hapur, jo ende në publik, por në shtëpitë e tyre, mes miqve të besuar. Dhe Vërlaci, i cili kishte menduar se kishte siguruar pushtetin e tij për dekada, filloi të kuptonte se koha e tij po mbaronte. Ai filloi të shihte shenja të vogla, por të qarta. Njerëzit që më parë e përshëndesnin me respekt, tani e injoronin. Zyrtarët që më parë i bindeshin pa pyetur, tani vonoheshin në ekzekutimin e urdhrave të tij. Dhe Jacomoni, mbrojtësi i tij italian, filloi të bëhej gjithnjë e më i largët, gjithnjë e më i ftohtë. Vërlaci e kuptoi se ai nuk ishte më i domosdoshëm. Ai kishte shërbyer qëllimin e tij. Dhe tani, ai ishte thjesht një barë, një kujtesë e turpshme e një pakti që Italia donte ta harronte. Në vitin 1941, Vërlaci u zëvendësua si kryeministër. Zyrtarisht, ai dha dorëheqjen për arsye shëndetësore. Por të gjithë e dinin të vërtetën, ai ishte larguar sepse italianët nuk kishin më nevojë për të. Ai u zëvendësua nga Mustafa Kruja, një njeri më i ri, më i zgjuar, më i aftë për të luajtur lojën e politikës në një botë që po ndryshonte me shpejtësi. Vërlaci u tërhoq në vilën e tij. Ai vazhdoi të jetonte në luks, tokat e tij ishin ende të paprekura, pasuria e tij ende e madhe. Por ai nuk kishte më pushtet. Ai nuk ishte më i rëndësishëm. Ai ishte thjesht një plak i pasur që jetonte në një vilë të madhe, i rrethuar nga kujtimet e një kohe kur ai kishte qenë njeriu më i fuqishëm në Shqipëri. Por ajo kohë kishte mbaruar. Dhe thellë në zemrën e tij, Vërlaci e dinte se ajo nuk do të kthehej kurrë. Ai ja vlente. Ai ja vlente të shiste vendin e tij për toka që, në fund të fundit, nuk do t'i gëzonte dot kurrë plotësisht. Ai ja vlente të jetonte me urrejtjen e një kombi të tërë, me përbuzjen e historisë, me barën e një tradhtie që nuk do të harrohej kurrë. Këto janë pyetje që vetëm Vërlaci mund t'i përgjigjej. Por ai nuk la asnjë përgjigje. Ai nuk shkroi kurrë kujtime, nuk dha kurrë intervista, nuk u përpoq kurrë të justifikohej. Ai thjesht jetoi me zgjedhjen e tij, ditë pas dite, vit pas viti, derisa historia e kapi dhe e shkatërroi. Sepse historia nuk harron. Dhe historia nuk fal.
Në dhjetor të vitit 1942, një mjek italian me emrin Dr. Carlo Ferretti u thirr në vilën e Vërlacit në orët e vona të natës. Thirrja erdhi nga vetë Jacomoni, një urdhër i drejt për drejt që nuk lejonte refuzim. Ferretti mbërriti dhe gjeti Vërlacin të shtrirë në krevat, të zbehur, me frymëmarrje të rëndë. Pulsi ishte i dobët. Sytë e tij, që dikur kishin pasur shkëlqimin e një njeriu që kontrollonte gjithçka, tani ishin të errët dhe të thelluar. Ferretti e ekzaminoi me kujdes, por nuk gjeti asnjë sëmundje specifike. Zemra punonte. Mushkërit ishin të pastër. Por diçka ishte thellësisht e gabuar. Çfarë po ndodh me mua? Pyeti Vërlaci me një zë që mezi dëgjoi. Ferretti nuk dinte çfarë t'i përgjigjej. Sepse ajo që po shihte nuk ishte një sëmundje e trupit, ishte një shkatërim i shpirtit. Ishte trupi i një njeriu që kishte jetuar në mpeshën e një tradhtie aq të madhe sa organizmi i tij thjesht po dorëzoi. Por Ferretti nuk mund ta thoshte këtë. Ai shkroi një recetë përqetësues dhe iku në heshtje. Dhe në ditarin e tij personal, të cilin e mbajti të fshehtë për 50 vjet, ai shkroi një fjali që tregon gjithçka. Kam parë shumë njerëz të sëmur, por kur nuk kam parë dikë që po vdes nga turpi. Kjo nuk ishte hera e parë që Vërlaci kishte probleme shëndetësore. Që nga viti 1940, trupi i tij kishte filluar të tregonte shenjat e një shkatërimi të ngadalë. Flokët e tij, që dikur ishin plotësisht të zinj, ishin bërë plotësisht të bardhë brenda vetëm 2 vjetëve. Fytyra e tij kishte rrudha të thella, jo ato rrudha normale të plakjes, por rrudha që vinin nga stresi i vazhdueshëm, nga netët pa gjumë, nga pesha e një vendimi që e ndiqte çdo ditë. Ai kishte filluar të humbte peshë. Rrobat e tij, të qepura me porosi nga rrobaçepsit më të mirë italian, tani i varreshin mbi trup si të ishin të mëdha. Duart i dridheshin, një dridhje e lehtë, por e vazhdueshme, që bëhej më e dukshme kur ai përpiqej të mbante një filxhan çaji ose të nënshkruante një dokument. Dhe sytë e tij, ato sy që dikur kishin qenë plot me vetbesim dhe arrogancë, tani ishin të lodhur, të thelluar, si sytë e një njeriu që nuk kishte fjetur si duhet për vite me radhë. Por çfarë po ndodhte me të vërtetë? Çfarë po e shkatëronte nga brenda? Një shërbëtor tjetër, një grua e moshuar që kishte punuar në vilën e Vërlacit për më shumë se 10 vjet, tregoi më vonë një detaj që hedh dritë mbi gjendjen e tij mendore. Ajo tha se Vërlaci kishte filluar të fliste vetëm. Jo vetëm natën, kur pinte, por edhe ditën, kur ecte nëpër kopshtin e vilës. Ai ecte rreth e rrotull, me duar pas shpine, dhe fliste me një zë të ulët, ndonjëherë në shqip, ndonjëherë në italisht. Shërbëtorja nuk mund të dëgjonte gjithçka, por ajo kujtonte disa fragmente. Nuk kishte zgjidhje tjetër, thoshte ai. Zogu do të na shkatëronte të gjithëve. Dhe pastaj, pas një heshtjeje të gjatë, por çfarë kam bërë? Çfarë kam bërë? Kjo pyetje e fundit, e përsëritur përsëri, tregon se Vërlaci nuk ishte aq i bindur për zgjedhjen e tij sa përpiqej të dukej. Thellë në zemrën e tij, ai e dinte se kishte bërë diçka të pariparueshme. Dhe kjo njohuri po e hante nga brenda. Por nëse Vërlaci po shkatërrohej nga brenda, çfarë po ndodhte me dokumentet që provonin atë që ai kishte bërë? Çfarë po ndodhte me ato dosje sekrete, me ato lista emrash, me ato marrëveshje të fshehta që kishin përcaktuar fatin e Shqipërisë? Në arkivat e Ministrisë së Jashtme italiane në Rom, ekziston një boshllëk i çuditshëm. Dosjet që mbulojnë periudhën nga prilli deri në qershor të vitit 1939 janë pothuajse të plota. Por dosjet që mbulojnë periudhën nga korriku deri në dhjetor të njëjtit vit, periudha kur u negociuan detajet e vërteta të marrëveshjes mes Vërlacit dhe Mussolinit, janë plot me faqe që mungojnë. Jo një ose dy faqe. Qindra faqe. Dhe në vendin e tyre, vetëm një shënim i shkurtër me shkrim dore, dokumente të klasifikuara. Qasje e kufizuar. Kush i hoqi ato faqe? Kur u hoqën? Dhe më e rëndësishmja, çfarë shkruaj në to? Ekziston një teori, e mbështetur nga disa historian, por e kontestuar nga të tjerë, se ato faqe u shkatëruan me qëllim në gusht të vitit 1943, pak para kapitullimit të Italisë. Sipas kësaj teorie, Jacomoni vet urdhëroi shkatërimin e dokumenteve më komprometuese, duke ditur se nëse ato binin në duart e aleatëve ose të rezistencës shqiptare, ato do të provonin përtej çdo dyshimi se pushtimi i Shqipërisë nuk kishte qenë vetëm një operacion ushtarak, por një komplot i organizuar mes një diktaturi fashiste dhe një grupi tradhtarësh vendas. Por a ishte kjo e vërteta?
Apo ato dokumente ende ekzistojnë diku, të fshehura në një arkiv të panjohur, duke pritur të zbulohen? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pambyllura të historisë shqiptare. Dhe përgjigja, nëse ndonjëherë gjendet, do të ndryshojë gjithçka që mendonim se dinim për atë periudhë. Por edhe pa ato dokumente, ekzistojnë prova të tjera, prova që nuk mund të shkatërrohen, sepse janë të shkruara në kujtesën e atyre që ishin atje. Një nga dëshmitarët më të rëndësishëm është një ish sekretari Jacomoni, një burr me emrin Alberto Morandi, i cili dha një intervistë të gjatë në vitin 1967, pak para se të vdiste. Në atë intervistë, Morandi tregoi detaje që nuk ishin publikuar kurrë më parë. Ai tha se në takimin e fundit mes Vërlacit dhe Mussolinit në 16 prill të vitit 1939, Vërlaci kishte kërkuar një garanci me shkrim. Ai kishte kërkuar një dokument të firmosur nga Mussolini vetë, që garantonte se tokat e tij dhe tokat e miqve të tij nuk do të prekeshin. Mussolini fillimisht kishte refuzuar. Ai kishte thënë se fjala e Il Duce është më e fortë se çdo dokument. Por Vërlaci kishte insistuar. Dhe në fund, sipas Morandi, Mussolini kishte rënë dakord. Ai kishte firmosur një dokument, një faqe të vetme, e shkruar në italisht dhe shqip, që përmblente garancitë kryesore. Dhe ky dokument, sipas Morandi, u ruajt në një kasafort personale të Jacomoni në Tiranë. Por çfarë ndodhi me të pas kapitullimit italian? Morandi nuk e dinte. Ai thjesht tha, nëse ai dokument ende ekziston, ai është prova më e fortë e tradhtisë më të madhe në historinë shqiptare. Por ndërsa dokumentet shkatërroheshin dhe dëshmitarët heshtnin, një pyetje tjetër po bëhej gjithnjë më urgjente: kush përfitoi vërtet nga gjithë kjo? Kush ishte njeriu ose njerëzit që dolën më të pasur, më të fuqishëm, më të suksesshëm nga pushtimi i Shqipërisë? Përgjigja nuk është aq e thjeshtë sa duket. Sepse ndërsa Vërlaci ishte fytyra publike e tradhtisë, ai nuk ishte i vetmi, dhe ndoshta as nuk ishte më i rëndësishmi. Pas tij qëndronte një rrjet i tërë njerëzish që përfituan nga pushtimi, dhe në krye të këtij rrjeti ishte një figurë që ka mbetur në hije për dekada, Fiqri Dine. Fiqri Dine ishte një tregtar i pasur nga Shkodra, një njeri që kishte lidhje të forta me tregtarët italianë që nga vitet e 20-ta. Ai nuk ishte kur një figurë politike, ai nuk kishte qenë në delegacionin që shkoi në Rom, ai nuk kishte mbajtur asnjë pozicion zyrtar në qeverinë e Vërlacit. Por ai ishte diçka shumë më e rëndësishme, ai ishte ndërmjetësi financiar. Ai ishte njeriu që organizonte transferimin e parave mes Romës dhe Tiranës, që siguronte që huat italiane të shpërndaheshin tek njerëzit e duhur, që mbante llogaritë sekrete ku ruhen paratë e korrupsionit. Dhe për këtë shërbim, ai mori një përqindje që me kalimin e viteve e bëri atë një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri. Por askush nuk fliste për të. Askush nuk e akuzonte. Sepse ai ishte i padukshëm, një hije që lëvizte në sfond duke grumbulluar pasuri ndërsa të tjerët merrnin fajin. Pas kapitullimit italian në vitin 1943, Fiqri Dine nuk iku nga Shqipëria. Ai mbeti. Ai bashkëpunoi me gjermanët. Dhe pastaj, kur gjermanët u tërhoqën, ai u arratis në Itali me një pasuri kolosale, aq shumë para sa ai mund të blinte një vilë në Rom dhe të jetonte në luks për pjesën tjetër të jetës së tij. Ai vdiq në vitin 1978, në moshën 85 vjeç, pa u pyetur kurrë nga askush se si kishte fituar pasurinë e tij. Dhe sot, pasardhësit e tij jetojnë ende në Itali, duke gëzuar një pasuri që u ndërtua mbi tradhtinë e një kombi të tërë. Kjo është ironia më e madhe e gjithë kësaj historie, njeriu që shiti kurorën, Vërlaci, humbi gjithçka. Por njeriu që organizoi shitjen, Fiqri Dine, fitoi gjithçka. Cui bono? Kujt i bëri mirë? Përgjigja është e qartë, atyre që qëndruan në hije. Por çfarë ndodhi me Vërlacin në ato vite të fundit? Si jetoi ai duke ditur se bota po shkatërrohej rreth tij dhe se gjithçka që ai kishte ndërtuar po shpërbëhej? Në vitin 1943, pas kapitullimit italian, gjermanët pushtuan Shqipërinë. Vërlaci nuk kishte më asnjë rol politik. Ai ishte thjesht një plak i sëmur që jetonte në vilën e tij, i harruar nga të gjithë. Por ai nuk ishte i sigurt. Rezistenca shqiptare, tani e organizuar në grupe partizane komuniste dhe nacionaliste, kishte filluar të bënte lista të atyre që do të ndëshkoheshin pas luftës. Dhe emri i Vërlacit ishte në krye të çdo liste. Ai e dinte këtë.
Ai dëgjonte histori për bejler të tjerë që ishin kapur nga partizanët dhe ekzekutuar pa gjyq. Ai dëgjonte për shtëpi që digjeshin, për familje që shkatëroheshin. Dhe ai e dinte se koha e tij po mbaronte. Në nëntor të vitit 1944, Vërlaci mori një vendim të fundit: ai do të ikte. Ai do të braktiste Shqipërinë, vendin që kishte shitur, dhe do të kërkonte strehim në Perëndim. Por si? Si mund të ikte një njeri aq i njohur, aq i urryer, në mes të një lufte? Përgjigja erdhi nga një burim i papritur, nga Vatikani. Vërlaci, i cili kishte qenë gjithmonë një musliman nominal, kishte mbajtur lidhje të mira me Kishën Katolike në Shqipëri. Dhe tani, në orën e tij më të errët, ai u drejtua tek ata për ndihmë. Një prift italian, Dom Giuseppe Valentini, organizoi arratisjen e tij. Vërlaci u vesh si një prift, u fut në një konvoj të kryqit të kuq dhe u transportua nëpër male drejt kufirit me Jugosllavinë. Ishte një udhëtim i rrezikshëm, rrugët ishin plot me partizan, me ushtar gjerman, me bandë grabitësish. Por Vërlaci arriti. Ai kaloi kufirin. Dhe nga atje, ai vazhdoi drejt Italisë dhe më pas drejt Zvicrës. Por edhe në Zvicër, ai nuk gjeti paqe. Ai jetoi në një apartament të vogël në Lozan, i vetmuar, i harruar, i sëmur. Ai nuk kishte miq. Familja e tij kishte mbetur në Shqipëri, disa ishin vrarë nga partizanët, të tjerë kishin humbur gjithçka dhe jetonin në varfëri. Ai nuk kishte para, pasuria e tij kolosale, ato 400.000 hektar për të cilat kishte shitur vendin e tij, ishin konfiskuar nga regjimi i ri komunist. Ai nuk kishte asgjë përveç kujtimeve, kujtime që e mundonin çdo ditë, çdo natë. Ai vdiq në janar të vitit 1946, në moshën 69 vjeç. Vdekja e tij nuk u raportua në asnjë gazetë shqiptare. Askush nuk shkoi në varrim. Ai u varros në një varrezë të vogël në Lozan, në një vend pa emër, pa mbishkrim. Dhe sot, askush nuk e di saktësisht ku është varri i tij. Ai u zhduk nga historia ashtu siç kishte jetuar vitet e fundit, në heshtje, në vetmi, në turp. Por historia e tij nuk mbaroi me vdekjen e tij. Sepse pyetjet që ai la pas mbeten ende të hapura. Ai ja vlente. Ai ja vlente të shiste vendin e tij për toka që nuk i gëzoi dot kurrë. Ai ja vlente të jetonte me urrëtitjen e një kombi të tërë, me përbuzjen e historisë, me barrën e një tradhtie që nuk do të harrohet kurrë. Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të kishte ndodhur nëse ai kishte zgjedhur ndryshe? Çfarë do të kishte ndodhur nëse ai kishte thënë jo në Rom, nëse ai kishte refuzuar të dorëzonte kurorën, nëse ai kishte zgjedhur të qëndronte me popullin e tij në vend që të bashkëpunonte me pushtuesit? A do të kishte ndryshuar diçka? Apo historia do të kishte qenë e njëjtë, sepse forcat që po lëviznin ishin shumë më të mëdha se një njeri vetëm? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ajo që e dim me siguri është kjo: shefqet Vërlaci bëri një zgjedhje. Ai zgjodhi pasurinë mbi atë dheun. Ai zgjodhi hakmarrjen personale mbi dinjitetin kombëtar. Ai zgjodhi të bashkëpunonte me një diktaturë fashiste në vend që të luftonte për lirinë e popullit të tij. Dhe për këtë zgjedhje, ai pagoi çmimin më të lartë që një njeri mund të paguajë. Ai humbi gjithçka, pasurinë, familjen, shëndetin, respektin dhe në fund edhe vetë jetën. Por më e keqja nuk ishte se ai humbi gjithçka. Më e keqja ishte se ai e dinte që nga fillimi, se kjo do të ndodhte. Ai e dinte se po bënte një pakt me djallin. Ai e dinte se po shiste shpirtin e tij. Por ai e bëri gjithsesi. Sepse në atë moment, në atë dhomë në Rom, me Mussolinin përpara tij dhe jashtëkun e kuq kadifeje në duar, ai mendoi se mund të fitonte. Ai mendoi se mund të mbante gjithçka, pushtetin, pasurinë, respektin. Por ai gaboi. Sepse historia nuk harron. Dhe historia nuk fal. Dhe sot, më shumë se 80 vjet pas asaj dite në Rom, emri i shefqet Vërlacit mbetet sinonim me tradhtinë më të madhe në historinë shqiptare. A meriton ai këtë? Apo ishte thjesht një njeri i dobët, i kapur në një kohë të tmerrshme, që bëri zgjedhjen e gabuar? Ju vendosni. Në arkivat e kryqit të kuq ndërkombëtar në Gjenevë, të fshehura në një dosje me etiketën Shqipëri, raste humanitare 1944-1946, ekziston një letër e shkruar me një shkrim të dridhur. Data: 10 dhjetor 1945. Nënshkruesi: Shefqet Vërlaci.
Në atë letër, ai kërkon ndihmë për të gjetur anëtar të familjes së tij që kishin mbetur në Shqipëri. Ai shkruan se nuk ka marrë asnjë lajm prej tyre që nga nëntori i vitit të kaluar. Ai shkruan se ka frikë se ata janë vrarë, se ata kanë vuajtur për shkak të zgjedhjeve të tij. Dhe në fund të letrës, ai shkruan diçka që tregon gjendjen e tij të vërtet mendore: unë e di se nuk kam të drejtë të kërkoj mëshirë. Por ata janë të pafajshëm. Ata nuk bën asgjë. Unë jam ai që duhet të ndëshkohet, jo ata. Kjo letër nuk mori kurrë përgjigje. Kryqi i kuq nuk mund të bënte asgjë. Shqipëria ishte mbyllur plotësisht, e kontrolluar nga një regjim komunist që nuk pranonte asnjë ndërhyrje të jashtme. Dhe Vërlaci mbeti në errësirë, duke mos ditur se çfarë kishte ndodhur me ata që ai kishte dashur. Por çfarë kishte ndodhur vërtet? Çfarë kishte ndodhur me familjen e tij, me shërbëtorët e tij, me ata pak njerëz që kishin qëndruar besnik ndaj tij deri në fund? Kjo është një nga historitë më të dhimbshme dhe më të fshehura të asaj periudhe. Vajza e tij, Behigje, kishte vdekur tashmë në vitin 1942. Por ai kishte pasur edhe një djalë të ri me emrin Skënder, i lindur në vitin 1923. Skënderi nuk kishte qenë kurrë i interesuar për politikë. Ai kishte studiuar bujqësi në Itali, kishte dashur tokat, jo si një mjet pushteti, por si një mënyrë jetese. Ai kishte shpresuar të kthehej në Shqipëri dhe të modernizonte pronat e familjes, të ndërtonte një fermë modele, të ndihmonte fshatarët të mësonin teknika të reja. Por kur filloi lufta, ai u kthye në Tiranë dhe gjeti një vend që nuk e njihte më. Babai i tij ishte bërë një figurë e urryer. Emri i familjes ishte bërë një mallkim. Dhe ai, thjesht për shkak se ishte djali i Vërlacit, ishte bërë një shënjestër. Në nëntor të vitit 1944, kur Vërlaci iku nga Shqipëria, Skënderi refuzoi të shkonte me të. Ai tha se nuk kishte bërë asgjë të keqe, se nuk kishte arsye të ikte. Ai tha se do të qëndronte dhe do të përballej me çdo gjë që do të vinte. Ishte një vendim i guximshëm, por edhe tragjikisht naiv. Në 10 nëntor 1945, vetëm pak ditë pas marrjes së pushtetit nga komunistët, Skënderi u arrestua. Akuza: bashkëpunim me pushtuesit fashist dhe shfrytëzim i fshatarëve. Ai u mbajt në burgun e Tiranës për 6 muaj, pa gjyq. Kushtet ishin të tmerrshme, qelitë e mbushura plot, ushqim minimal, rrahje të shpeshta. Por Skënderi nuk u thye. Ai vazhdoi të pohonte pafajësinë e tij. Ai vazhdoi të thoshte se ai nuk kishte asnjë lidhje me veprimet e babait të tij, se ai kishte jetuar një jetë të thjeshtë, larg politikës. Por askush nuk e dëgjoi. Në maj të vitit 1946, ai u gjykua në një proces që zgjati vetëm 2 orë. Dëshmit kundër tij ishin të dobëta, kryesisht akuza të pambështetura nga fshatarë që ishin detyruar të dëshmonin. Por vendimi ishte marrë që më parë. Ai u shpall fajtor dhe u dënua me vdekje. Ekzekutimi u krye në agim të 25 majit në një fushë jashtë Tiranës. Ai kishte vetëm 23 vjeç. Trupi i tij nuk ju kthye kurrë familjes. Ai u varros në një varr masiv, bashkë me 10 të tjerë që u ekzekutuan në të njëjtën ditë. Dhe sot, askush nuk e di saktësisht ku është ai varr. Por çfarë ndodhi me tokat, ato 400.000 hektar për të cilat Vërlaci kishte shitur vendin e tij? Çfarë ndodhi me ato prona që ai kishte mbrojtur me aq zell, që ai kishte negociuar me Mussolinin, që ai kishte besuar se do t'i gëzonte përgjithmonë? Përgjigja është e thjeshtë dhe e pamëshirshme: ato u morën të gjitha. Reforma agrare komuniste, e shpallur në gusht të vitit 1945, konfiskoi çdo pëllëm tokë që zotërohej nga shfrytëzuesit e klasës. Tokat e Vërlacit, tokat e Fiqridines, tokat e të gjithë atyre 38 familjeve që ishin në listën sekrete të Jakomoni, të gjitha u shpronësuan pa asnjë kompensim. Ato u shpërndan tek fshatarët, jo si pronë private, por si pjesë e kooperativave bujqësore kolektive. Dhe brenda pak vjetësh, edhe ato kooperativa u shndërruan në ferma shtetërore, ku fshatarët punonin si punëtor të paguar nga shteti. Ironia është e tmerrshme, Vërlaci kishte shitur vendin e tij për të mbrojtur tokat e tij nga reforma agrare fashiste. Por në fund, ato toka ju morën nga një reformë agrare komuniste, një reformë shumë më radikale, shumë më të pamëshirshme se çdo gjë që italianët do të kishin bërë ndonjëherë. Dhe çfarë ndodhi me ata që kishin ndihmuar Vërlacin?
Çfarë ndodhi me ata që kishin qenë në delegacionin që shkoi në Rom, që kishin qëndruar në Grand Hotel, që kishin pirë shampanjë ndërsa gjaku derdhej në Durrës. Disa arritën të iknin, si Fiqri Dine, që jetoi në luks në Itali deri në vdekje. Të tjerë nuk ishin aq me fat. Një nga antarët e delegacionit, një bej nga Elbasani me emrin Riza Carbonara, u kap nga partizanët në dhjetor të vitit 1944. Ai u gjykua në një gjykatë popullore, një term që në praktik do të thoshte një turm e zemëruar fshatarësh që vendosnin fatin e tij. Ai u akuzua për tradhti kombëtare dhe shfrytëzim të fshatarëve. Dëshmitë kundër tij ishin kryesisht emocionale, njerëz që përshkruanin se si ai kishte trajtuar keq, se si ai kishte marrë prodhimet e tyre pa paguar, se si ai kishte jetuar në luks ndërsa ata vdisnin nga uria. Vendimi ishte unanim, vdekje. Por ekzekutimi I tij nuk ishte I shpejtë. Ai u varur në sheshin kryesor të Elbasanit, para një turme prej mijëra njerëzish. Dhe trupi I tij u la të varej atje për 3 ditë, si një paralajmërim për çdo njeri tjetër që kishte bashkëpunuar me pushtuesit. Por ndërsa disa u ndëshkuan dhe të tjerë ikën, ekziston një kategori e tretë, ata që thjesht zhdukën. Ata që nuk u gjykuan kurrë, që nuk u ekzekutuan publikisht, por që thjesht nuk u pan më kurrë. Një nga këta ishte sekretari personal I Vërlacit, një burr I ri me emrin Petrit Ashiku. Ashiku kishte punuar për Vërlacin që nga viti 1938. Ai kishte qenë në Rom në prill të vitit 1939. Ai kishte parë gjithçka, takimet me Mussolinin, negociatat me Ciano, nënshkrimin e marrëveshjeve sekrete. Ai dinte shumë. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai ishte I rrezikshëm. Në janar të vitit 1945, ai u arrestua nga sigurimi I shtetit, policia sekrete komuniste. Ai u mor nga shtëpia e tij në mes të natës, pa asnjë akuzë zyrtare. Familja e tij nuk mori kurrë asnjë informacion për të. Ai nuk u gjykua kurrë. Ai thjesht zhduku. Dhe sot, më shumë se 80 vjet më vonë, askush nuk e di se çfarë ndodhi me të. A u ekzekutua menjëherë? A vdiq në burg? Apo u detyrua të flasë, të tregoj gjithçka që dinte, dhe pastaj u zhduk për të mbrojtur sekretet që ai kishte zbuluar. Kjo është një nga misteret e shumta të asaj periudhe, një mister që ndoshta nuk do të zgjidhet kurrë. Por ndërsa njerëzit zhdukën dhe tokat konfiskoheshin, një pyetje tjetër po bëhej gjithnjë e më urgjente: ku ishin dokumentet? Ku ishin ato dosje sekrete, ato marrëveshje të fshehta, ato lista emrash që provonin se çfarë kishte ndodhur vërtet në Rom në prill të vitit 1939. Ekziston një teori, e mbështetur nga disa burime, por e kontestuar nga të tjerë, se ato dokumente u morën nga sigurimi I shtetit shqiptar në vitet e para pas luftës. Sipas kësaj teorie, kur forcat komuniste hynë në Tiranë në nëntor të vitit 1944, ata gjetën në vilën e Vërlacit një kasafort të vogël. Brenda saj ishin dokumente, letra, telegrafe, kopje të marrëveshjeve. Këto dokumente u morën dhe u dërguan në Tiranë, ku u studiuan me kujdes nga drejtuesit e rinj të vendit. Por pastaj, diçka e çuditshme ndodhi, ato dokumente nuk u përdorën kurrë publikisht. Ato nuk u shfaqën në gjyqet kundër Vërlacit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ato nuk u botuan në gazetat komuniste. Ato thjesht zhdukën. Pse? Një teori thot se ato dokumente ishin shumë komprometuese, jo vetëm për Vërlacin, por edhe për disa nga njerëzit që tani ishin në pushtet. Sepse jo të gjithë që bashkëpunuan me italianët ishin bejler. Disa ishin intelektual, disa ishin tregtar, disa ishin madje edhe antar të lëvizjes komuniste që më vonë ndryshuan anë. Dhe nëse ato dokumente do të bëheshin publike, ato do të zbulonin të vërteta që regjimi I ri nuk donte t'i pranonte. Por a ekzistojnë ende ato dokumente? A janë ato diku në arkivat e Shërbimit Informativ Shqiptar, të fshehura në një dosje të klasifikuar që askush nuk ka qasje? Apo u shkatëruan për të mbrojtur sekretet e atyre që dolën fitues nga lufta? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha të pambyllura të historisë shqiptare. Dhe përgjigja, nëse ndonjëherë gjendet, do të ndryshojë gjithçka që mendonim se dinim për atë periudhë. Sepse ajo që e dim sot është vetëm një pjesë e historisë, pjesa që fituesit zgjodhen të na tregojnë. Por çfarë fshihet në atë pjesë tjetër, në atë pjesë që nuk na është treguar kurrë? Çfarë sekretesh ende presin të zbulohen? Dhe çfarë ndodhi me vetë Vërlacin në ato muaj të fundit të jetës së tij?
Si jetoi ai duke ditur se gjithçka që ai kishte ndërtuar ishte shkatëruar, se familja e tij ishte shkatëruar, se emri i tij ishte bërë një mallkim. Sipas dëshmive të pak njerëzve që e pan atë në Lozan, ai jetonte në një gjendje të tmerrshme mendore. Ai nuk dilte nga apartamenti i tij. Ai nuk fliste me askën. Ai kalonte ditët duke shikuar nga dritarja, duke pirë raki, duke lexuar gazeta të vjetra shqiptare që miqtë e tij ia dërgonin nga Stambolli. Ai lexonte për gjyqet, për ekzekutimet, për reformën agrare. Ai lexonte për shkatërimin e gjithçkaje që ai kishte dashur, jo sepse ai e donte vendin e tij, por sepse ai e donte pasurinë e tij. Dhe tani, edhe ajo pasuri ishte zhdukur. Ai kishte shitur vendin e tij për asgjë. Ai kishte tradhtuar kombin e tij për një premtim që nuk u mbajt kurrë. Dhe tani, ai ishte vetëm i vetmuar, i sëmur, i harruar. Në 10 janar 1946, një fëmijë e tij e gjeti të vdekur në apartamentin e tij. Ai ishte shtrirë në krevat, me sytë hapur, me një shprehje që fëmijë e përshkroi si tmerr i pastër. Pranë krevatit ishte një shishe e zbrazët rakie dhe një letër e paplotësuar, një letër që ai kishte filluar të shkruante, por nuk e kishte mbaruar kurrë. Në atë letër, ai kishte shkruar vetëm një fjali: unë nuk kisha zgjidhje tjetër. Dhe pastaj, asgjë. Letra mbeti e paplotësuar, ashtu si jeta e tij, një jetë e mbushur me zgjedhje të gabuara, me rënime, me pendime që erdhen shumë vonë. Ai u varros në një varresë të vogël në Lozan, në një vend pa emër, pa mbishkrim. Askush nuk shkoi në varrim. Askush nuk foli për të. Ai thjesht zhduku nga historia, ashtu siç kishte jetuar vitet e fundit, në heshtje, në vetmi, në turp. Por historia nuk mbaroi me vdekjen e Vërlacit. Sepse pasojat e zgjedhjeve të tij vazhduan të ndikojnë Shqipërinë për dekada. Familja e tij u shkatërrua plotësisht, djali i tij u ekzekutua, pasardhësit e tij jetuan nën stigmën e një emri që ishte bërë sinonim me tradhtinë. Tokat për të cilat ai kishte shitur vendin e tij u morën nga një regjim që ishte edhe më brutal se ai që ai kishte sjellë. Dhe vendi që ai kishte dorëzuar në Rom në prill të vitit 1939 hyri në një periudhë errësire që zgjati gati 50 vjet, një diktaturë komuniste që izoloi Shqipërinë nga bota, që shtypi çdo zë të lirë, që ktheu vendin në një burg të madh. Por çfarë ndodhi me ata që përfituan? Çfarë ndodhi me Fiqridinen, me ata që organizuan transaksionin, me ata që mbetën në hije dhe grumbulluan pasuri ndërsa të tjerët merrnin fajin? Ata jetuan në luks. Ata vdisnin në paqe. Ata nuk u ndëshkuan kurrë. Pasardhësit e tyre jetojnë ende sot, duke gëzuar një pasuri që u ndërtua mbi tradhtinë e një kombi të tërë. Dhe kjo është ndoshta padrejtësia më e madhe e gjithë kësaj historie, se ata që ishin vërtet përgjegjës, ata që organizuan gjithçka, ata që përfituan më shumë, ata nuk paguan kurrë çmimin. Dhe çfarë ndodhi me Shqipërinë? Çfarë ndodhi me vendin që Vërlaci dorëzoi në Rom? Ai u çlirua në fund, jo nga italianët, por nga vetë shqiptarët që luftuan me guxim të jashtëzakonshëm kundër pushtuesve. Por çlirimi solli një regjim të ri, një diktaturë të re, një vuajtje të re. Dhe sot, më shumë se 80 vjet pas asaj dite në Rom, Shqipëria ende po përpiqet të shërohet nga plagët e asaj periudhe. Ende po përpiqet të kuptojë se çfarë ndodhi, se kush ishte përgjegjës, se si një vend i tërë ushit për toka që në fund nuk i gëzoi dot askush. Por pyetja më e madhe mbetet e hapur: kush ishte vërtet përgjegjës? A ishte Vërlaci, një njeri i dobët, i kapur në një kohë të tmerrshme, që bëri zgjedhjen e gabuar? Apo ishin ata që qëndronin pas tij, ata që organizuan gjithçka, ata që përfituan dhe nuk paguan kurrë? Apo ishte vetë sistemi, një sistem ku pushteti dhe pasuria ishin më të rëndësishme se atdheu, ku tradhtia shpërblehej dhe trimëria ndëshkohej? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ajo që e dim me siguri është kjo: historia nuk harron. Dhe historia nuk fal. Emri i shefqet Vërlacit do të mbetet përgjithmonë i lidhur me tradhtinë më të madhe në historinë shqiptare. Por a ishte ai i vetmi fajtor? Apo ka të tjerë, të gjallë ose të vdekur, që duhet të përgjigjen për atë që ndodhi në atë dhomë në Rom, në atë ditë të prillit të vitit 1939? Dhe më e rëndësishmja, a do të mësojmë ndonjëherë të vërtetën e plotë? A do të hapen ndonjëherë ato arkiva sekrete? A do të zbulohen ndonjëherë ato dokumente të fshehura? Apo e vërteta do të mbetet e varrosur përgjithmonë bashkë me ata që e din atë?
Kjo është pyetja që mbetet me ne, një pyetje që, ndoshta, nuk do të ketë kur një përgjigje të plotë. Por ndërsa kërkojmë atë përgjigje, le të mos harrojmë kur çmimin që u pagua. Le të mos harrojmë kur ata që vdisnin në Durrës, ata që u ekzekutuan në sheshet e qyteteve, ata që jetuan dhe vdisnin në varfëri ndërsa elita grumbullonte pasuri. Le të mos harrojmë kur se historia nuk është vetëm për të kaluarën, ajo është edhe për të tashmen dhe të ardhmen. Sepse nëse nuk mësojmë nga gabimet e së kaluarës, jemi të dënuar t'i përsërisim ato. Dhe kjo është mësimi më i rëndësishëm i historisë së shefqet Vërlacit, se tradhtia ka gjithmonë një çmim. Dhe ai çmim, në fund, e paguajnë jo vetëm tradhtarët, por edhe ata që ata tradhtojnë.